Sa që monitoroni se si është situata. Shqipëria ka çmimin më të lartë të naftës në rajon. Ndërkohë që prej konfliktit lindjen e mesme, Serbia ka paralajmëruar ulje të akcizës karburanteve, Kosova ka caktuar fitime maksimale të lejuara për shitjen me shumicë dhe pakisë produkteve të naftës. Pse për ju nuk është e domosdoshme që në këto momente të merrni masa konkrete dhe ju të vazhdoni vetëm me monitorimin? Në ratë të parë, neve në fakt kemi pasur disa komunikime të lidhura me si përbëhet çmimi i naftës dhe pse në Shqipëri kemi një çmim që është më i lartë se sa në vendet e tjera. Dhe faleminderit për pyetjen, do doja që konkretisht të ndaloja në përbërjen e çmimit të naftës, ajo çka e ndikon çmimin, është një diferencë e madhe që ne kemi ndërmjet çmimit të naftës në vende në rajon, është taksa e qarkullimit, e cila ndryshe nga vendet e tjera të rajonit paguhet në naftë dhe jo në makina. Pra vendet e rajonit taksën e qarkullimit e paguajnë në makina. Ne kemi gjykuar që taksa e qarkullimit e paguar në naftë, në fakt pasqyron më së miri realitetin, sepse pikërisht ato makina që qarkullojnë më shumë, që konsumojnë më shumë naftë, do të paguajnë më shumë taksë, ndërkohë që makinat të cilat nuk qarkullojnë, nuk e paguajnë më pak. Pra, në një logjik të qartë është kjo është arsyeja pse ne kemi vendosur që taksën ta kemi në makina dhe jo në karburant dhe jo në makina.